kam bërë një kurs, kam një kategori që këta nuk ma njojnë, dhe po thonë Enveri diktatori se kështu do flas me këtë gjuhë, në qoftë se ata u bën të majtë rrugës, u kam lidhur e majtë. E kam patur xhaxhan 12 vjet thjesht kryetar këshilli. Dhe mua nuk më flak dot në rrugë. Patronazhista, të lutem. Do kaloj se më bëhet presion psikologjik. Në qoftë se ti nuk firmos kontratën, nuk e të drejtë në punë. Kam filluar punë data 1, data 2, zonja prefekte ke qenë pushim me gjithë punojësit. Një minutë, me gjithë punojësit. Un kam qenë në punë 31/1/2. Dhe nuk më paguhet me çdo drejt. Kur në kohën e Enverit, jam punëtor i Enver Hoxhës, po të bëj këtë prezantim unë. Dita e diel pushim. Data 1 maj pushim bëhesh parad. 28-29 ndorish pushim. Dhe unë kur dilja në datën 1 maj, në 28 dhe 29 ndorin, që isha e detiruar të dilja, bëja kurorat për vërezat e dëshmorëve, për të nderuar Ismail Qemalin, në qoftë se punoja deri në orën 11 merja 150%. Në qoftë se punoja deri në orën 2 merja 200%. Mua kjo e drejt më shequr. Dhe aq më keq, tani në këtë kontratë, të lutem në këtë kontratë merre lehtësoj, se unë si të lehtësoj, nuk flitet fare për qelbërim. Më thonë nuk ka punë se bjeshim. Po të më pyesësh mua, punëtore vjetër, jam punëtore vjetër dhe kam një kategori dhe po të them po ta përsëris prapë. Tani ka më shumë punë se sa atëherë në BA. Tani ka punë leshterikët më kanë dalë. Tani ka punë barishtet e këshia. Tani ka punë që unë do veja te drejtoresha dhe do t'i thoja. Drejtoresha merr atë skalvatorin dhe nxirre gjithë trafik ndarsin, i dhe në shesh se ka vajtur më lart nga trotuari, prandaj ka gjithë atë kumë që del. Dhe isha gati që të flisja, të bëjmë pengesën siç ka qenë atëherë me inxhinierin Dhorin, me inxhinierin tjetër Ndjespat që ka vdekur, me Karafil Starovën. Kur kishe lezet të dilje në rrugën Vlorë Skel, ka qenë me lule, me trëndafila. Tani nuk shikoj asnjë gjë. Pse s'më lë të punoj sonjë nderuar? Ne kemi ardhur me respektin më të madh të përulem, si prefekte që je, kërkojmë nga ju të na mbështesni. Në të kundërt ne do vemi dhe që sot, në qoftë do të lëm, s'do vemi sot, do të lëm një afat, ne jemi të detyruar të nisim me kryeministrit, presidentit. Dhe po ngritëm ne, atëre përderisa ti e mbyll ndërmarrjen e gjelbërimit, taksën përse e marrë gjithë qytetit të Vlorës. Në këtë kohë, në këtë gjendje që është Republika e Shqipërisë, ti çfarë kërkon të ngrish dhe Vlorën kundra? Unë kështu jam shumë e intiruar dhe më thua që sot kam vajtur më fal, kam vajtur drejtoresha më priti shumë mirë. Nuk di asnjë gjë, i ka atje te burimet njerëzore. Vete atje dhe një far Alma Brau më thot e ke parë planin e punës e kam këtu. Planin e punës më ka dhënë për fshes, nuk më ka dhënë për gjelbërim, kur nuk kam punë shumë në gjelbërim. Me çfarë drejtohet unë?